Këngëtarja e njohur Adelina Thaçi nuk ka arritur të sigurojë një ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit 2026. Ani pse nuk u bë deputete në këtë mandat, Adelina synon që në të ardhmen të bëhet deputete. Në njoftimin e saj dhe në falënderimin e saj, Adelina shkruan: "Të dashur miq, mbështetës dhe bashkëpulltar, nga zemra ju falenderoj secilin prej jush për besimin, mbështetjen dhe votën që më dhatë. Çdo votë për mua ka qenë më shumë se një numër. Ka qenë përgjegjësi, respekt dhe motivim për të vazhduar rrugtimin tim me përkushtim edhe më të madh. Edhe pse këtë herë nuk arrita të jem pjesë e kuvendit si deputete, ndihem krenare dhe mirënjohëse për mbështetjen e jashtëzakonshme që mora nga ju. Humbja e një mandati nuk është humbje e idealit, e punës dhe e vlerave për të cilat kemi qëndruar bashkë. Besoj se rrugtimet e rëndësishme nuk maten vetëm me rezultatin e një dite, por me gjurmët që lëm, me njerëzit që takojmë dhe me besimin që ndërtojmë ndër vite. Do të vazhdoj të jem zëri juaj, të punoj me të njëjtin përkushtim dhe të kontribuoj aty ku mundem për të mirën e vendit tonë. Faleminderit për çdo votë, çdo fjalë të mirë, çdo derë të hapur dhe çdo zemër që më besoi. Me respekt dhe mirënjohje të pafund, Adelina."